الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. Falënderojmë Allahun xhallal xhelalu, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin profetit sallallahu alaihi wasallam. Babun طيب ريحته صلى الله ريحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه وتبرك بمسحه. Aroma e mirë që buronte nga trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe butësia e trupit të tij dhe e prekjes së tij dhe bekimi i prekjes me të sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tregon: "Ma masastu hariran wala dibajan alyana min kafi an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Nuk kam prekur në jetën time diçka më të butë dhe më të lëmuar se sa dora ose pëllëmba e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wala shammamtu rihan qattu aw arfan qattu atyaba min rihi aw arfi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. S'kam ndier në jetën time aromë apo parfum më të mirë se sa aroma që buronte nga trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prapë trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas disa veçori, ndër këto veçori që ka pas trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë trup i lëmuar, trup i butë dhe prej tij buronte aromë e mirë, erë e mirë. Pra jo si njerëzit e tjerë që kur djersiten vjen erë e rënd, nga trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur djersitej i vinte aromë e mirë. Për këtë arsye ka transmetime të sakta, siç do i shohim më vonë, që njerëzit janë mblidhnin djersën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e përdorshin për parfum. Janë mblidhshin djersën dhe e përdorshin për parfum. Thotë Imam Buhariu, sepse titujt e librit janë të marra nga Imam Buhariu, o tabarruku bi meshihi, dhe vjelja e bekimeve me prekjen e tij. Çdo gjë që e ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, trupi i tij, flokët e tij, rrobat e tij, në momentin që preket, i vjen dhe personit mirësia dhe bekimi që ka pas ose trupi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose rroba që ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A ka të bëjë kjo me shirkun? Nuk ka të bëjë me shirkun, sepse kjo është e bekuar nga Zoti. Pra ne nuk besojmë se trupi i pejgamberit vetvetiu është i tillë, por Allahu xhallahu xhelalu i ka dhënë trupit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si më thon, një specialitet veçantë që është mirësi dhe e Zotit për të dhe për njerëzit që kanë nejtë pranë tij dhe afër tij sallallahu alaihi wasallam. Në namazin sabaut u lexua ajeti i shpirtit, dhe sa herë lexohet ajeti i shpirtit, kujtohet një histori, ngjarje me njërin që zbesoi në punë të shpirtit e në punë të botës tjetër. E kishte sprovu Zoti me vdekjen e njërit për prindërve të tij. Po edhe kishte pasur shumë i lidh me të. Dhe e pyeta unë kot, rastisht i thash, mohabet i gjatë, kena pi kafe, kena bo mohabet shumë gjatë, e majte vetëm për ateist. I kalum këta faza, pastaj arriti puna për botën tjetër, për shpirtin, e po kur ka, që shka. I thash, në ta bëj një pyetje, tha, po. Thash unë, e viziton tash unë babën që ka ndru jetë? Po, tha, javë për javë ta shkoj e vizitoj. I thash unë, po pse e vizitoj, a ka vderej? Për çfarë e vizitoj? I thash, çfarë të tërheq ty që shkon atje dhe e viziton? Se kisha menduar tha asnjëherë këtë pyetje. Është shpirti, pra thash. Shpirti kërkon shpirtin. Lidhja e shpirtave me njëra tjetrën.
Inshallah, nuk di, po që se kam taku, ndoshta ka fillu të më falë, inshallah, me shpresë Zotit, se nuk është se ishte aq rënd, po një nga pikat që diskutuam ishte edhe kjo. Lu Zotin që të na qetësoj shpirtat, të na pastroj shpirtrat, të na bëj për atyre njerëzve që munohen me vepra, me sjellje, të përmirësojnë shpirtrat e tyre dhe jo thjesht me llafologji. Amin. Zoti shpërblet. Selam aleikum. Rahmetullahi wa barakatuh.